Të martat nuk janë më të zakonshme për studentët që frekuentojnë qendrën tregtare Univers. Me nismën Student Day që u ka krijuar një ditë dedikuar tërësisht për ta, ku pushimi, argëtimi dhe ofertat bëhen pjesë një kalendari që e bën javën më të lehtë dhe më të këndshme. Çdo të martë, studentët mund të përfitojnë zbritje në produkte dhe shërbime nga brendet të njohura që janë bashkuar kësaj nisme, duke mbështetur jo vetëm buxhetin, por edhe ritmin e tyre aktiv. Cineplex sjell përvojën e kinemas me çmime të reduktuara, duke e kthyer sallën në destinacionin ideal pas një dite leksionesh. KFC ofron një kombinim të mençur mes shijes dhe vlerës. Tesa shpica vakti bëhet më i përballueshëm pa sakrifikuar cilësinë. OPA jep mundësinë të rinjve të eksperimentojnë me stilin, me çmime që i përkasin realitetit studentor, ndërsa Nona Plot Gjona ofron shije të freskëta dhe një atmosferë relaksi në mes të ditës. Unë këtu vi shpesh, nga që kam të shkollën afër, edhe vi me shoqërinë dhe kënaqemi shumë nga të gjitha anët, duke parë filma, duke luajtur bowling dhe konsumoj diçka të vogël. Është diçka që nuk duhet ta humbisni. Student Day nuk është vetëm një ditë me oferta, është një hapësirë e krijuar për të ndalur ritmin, për të marrë frymë dhe për të ndjerë që pjesëmarrja në jetën qytetare shpërblehet. Unë me që studioj këtu afër bashkë me shoqërinë time vim shpesh, e kalojmë kohën pas mësimit këtu edhe prej ofertave siç është ajo e ditës së martë për kartën e studentit e kam shfrytzuar edhe pse shkoj shumë herë shoh filma në kinema. Ja vlen për të bërë, sepse unë e them vetë filmat janë shumë të bukur, po në eksperiencën kinema është akoma më e bukur se sa në shtëpi. Përmes kësaj iniciative që nuk vepron vetëm si një qendër tregtare, por si një partner që e njeh dhe e mbështet jetën studentore. E marta në QTU nuk është thjesht një ditë tjetër në kalendar, por një moment për të rikuperuar energji dhe për të shijuar përfitime reale. Një ditë që e bën javën më të lehtë dhe studentët më të buzëqeshur çdo të martë.